Në gjysmën e dytë të shekullit të 20, rivaliteti midis fuqive të mëdha përqendrohej në armët bërthamore. Sot, kjo garë është zhvendosur në një fushë të re dhe vendimtare, inteligjenca artificiale, AI. Dy superfuqit globale, Shtetet e Bashkuara dhe Kina, janë përfshirë në një përballje të ashpër për dominimin teknologjik, një garë që zhvillohet në laborator kërkimor, universitete dhe kompani inovative, me kosto që arrin triliona dollar. Ekspertët e përshkruajnë këtë rivalitet si një betejë midis trurit dhe trupit të AI. SBA ka pasur tradicionalisht epërsi në trurin e inteligjencës artificiale, duke udhëhequr në zhvillimin e modeleve gjuhësore të mëdha, LLM dhe chatboteve. Një moment kyç ishte lançimi i ChatGPT nga OpenAI në nëntor 2022, i cili revolucionarizoi mënyrën si njerëzit ndërveprojnë me teknologjinë. Sot, qindra miliona përdorues në mbar botën e përdorin atë çdo javë. Kompanitë amerikane si Google dhe Anthropic kanë investuar miliarda dollar për të zhvilluar sisteme të ngjashme, duke synuar dominimin në këtë sektor fitimprurës. Megjithatë, avantazhi strategjik i SBA-ve nuk qëndron vetëm te software-i, por edhe te hardware-i, veçanërisht te mikrochipat e avancuar që fuqizojnë këto sisteme. Një rol kyç luan Nvidia, e cila dominon dizenjin e çipave të fuqishëm. Për të ruajtur këtë epërsi, Shtetet e Bashkuara ka vendosur kufizime të rrepta eksportin ndaj Kinës, duke penguar aksesin e saj në teknologji kritike. Këto masa përfshin edhe ndalimin e eksportit të makinerive të avancuara nga kompani si ASML, e vetmja në botë që prodhon pajisje të nevojshme për prodhimin e çipave më të avancuar. Megjithatë, Kina ka reaguar fuqishëm. Në vitin 2025, ajo prezantoi chatbotin DeepSeek, i cili ofron funksione të ngjashme me modelet amerikane, por me kosto shumë më të ulët. Ky zhvillim tronditi tregjet globale dhe vuri në pikpyetje efektivitetin e strategjisë amerikane të kufizimeve teknologjike. Analistët besojnë se këto kufizime kanë nxitur inovacionin dhe vetëmjaftueshmërinë në Kinë. Ndërkohë, Kina ka një avantazh të qartë në trurin e AI, robotikën dhe automatizimin. Me miliona robot në përdorim dhe mbështetje të madhe shtetërore, ajo ka integruar teknologjinë në prodhim dhe jetën e përditshme. Qytete si Shenzhen dhe Shanghai janë shembuj të përdorimit të avancuar të robotëve dhe dronëve, përfshirë dërgesat automatike. Një nga zhvillimet më interesante është përdorimi i robotëve humanoid për të përballuar plakjen e popullsisë. Deri në vitin 2035, pritet që numri i personave mbi 60 vjeç në Kinë të kalojë popullsinë e Shteteve të Bashkuara, duke rritur nevojën për automatizim në sektor si kujdesi shëndetësor. Gara globale për inteligjencën artificiale mbetet e hapur. SBA-t vazhdon të udhëheq në zhvillimin e teknologjive bazë dhe çipave, ndërsa Kina po avancon me shpejtësi në efikasitet dhe robotik. Në vitet e ardhshme, kjo përballje mund të përcaktojë jo vetëm ekonominë globale, por edhe balancën e fuqisë në botë.